çka të shtyu për këtë film me marrë rolin e producentit, që është goxha rol i vështirë brenda një filmi? Ose roli kryesor, po më mendja mu. Se di për kryesor. Kryesor është roli i krejt njerëzve që punojnë në film. Jemi është shtytje për krejt. Që më ka shty, pyetje shumë e madhe. Po, kemi bo një film paraprakisht, një film të shkurt, me Sovran Recajn, që është regjisor edhe i këtij filmi. Edhe ka ardhur shumë natyrshëm, sidomos të pas parasysh që me Sovranin i kemi bindjet e ngjashme, shijet e ngjashme në aspektin estetike, kreative, misionar të fjalës. Edhe Sovrani e ka pas një ide, e ka pas një skenar në cilin ka qenë të punu edhe ka ardhur shumë natyrshëm që hajde ta bëjmë film. Titulli për sa të ketë 8. Unë i njëjtës fush nuk kom qef me na tregu shumë për filmin, se kom qef me këshyrë në fund kur del, po në vijat shkurta tema e filmit, nëse mujna me ditë vetëm saktësisht pak. Po, titulli është për sa të ketë 8. Tema bëhet fjalë për një familje të cilët prej cilëve burri është fotografe dhe gruaja është mësuese e muzikës. Në momentin kur burimi që luhet prej Albanukajt vendos me u bashku rezistencës të armatosur në vitin 98 në Kosovë. Jeta e Sadetës që luhet nga Ilire Vinca merr një kahje tjetër. Filmi nuk përqendrohet shumë në pjesën e 98-s, nuk e shohim luftën në film, që është vendim i qëllimshëm, por e shohim më shumë pjesën e navigimit të lirisë prej Sadetës, prej një grus, në vitet e pas luftës, në vitin... Sa pyetje ka me të bëpës, më ka di kam ja nis. Hajde ta provojmë. Të mësoj edhe në pak trakla për zanat, kështu. Po edhe që kishim dalë trakla në këtë kuadrën kështu, më doke edhe shtëpia që më doken fantastike, po sa është vështirë na në Kosovë me realizu një film, edhe siguria e buxhetit. Sa po ka shtyrje? Syre, na jena në ditën e parafundit xhirimeve, që është njëra prej fazave po mendoj është një prej fazave ma sfiduese të realizimit të një filmi, pra prodhimi i tij është sfidues. Sfidat janë krejt normale në film, do me thonë, nuk kom qef me u përqendru të sfidat, për shkak se e kom thonë edhe ma përpara, për mu fakti që mrin me produ është fest, edhe periudha e produksionit, periudha e xhirimeve është një farë feste në vete. Natyrisht sfidat janë të përditshme, të natyrave të ndryshme. Është edhe lokacioni. Po? Sa djena në Harilaç, nëse kishim mujt i përmend disa lokacione që vetëm u xhiru filmi. Sot jemi në Harilaç, edhe realisht jemi në Harilaç 2 javë të xhiru, sepse filmi xhirimet kanë qenë ndame në 2 faza. Një fazë kemi xhiru në mars, edhe kjo është faza e dytë kur jemi të xhiru tash në Harilaç. Kemi nis me 20 qershor, ka pak më shumë se 2 javë. Kemi xhiru në Ferizajn, Kaçanek, kryesisht në qatë anë, kemi xhiru edhe në Zvërnec. Kemi xhiru edhe në Zvërnec, po e ki pa titullin e filmit. Për sa të ketë. Titulli e ka filmin për sa të ketë det, aty janë do skena pak ma surreale, që i kemi bo, lidhen edhe me emrin e Sadetës, personazhet kryesor që e lun Ilire Vinca.